Tani me ne është profesori Antonik Berisha. Mirë se erdhe dhe faleminderit që jeni me dëgjuesit e Radio Kosovës. Mirë që ju gjeta, ju faleminderes për ftesën. Urime për gjithë këtë punë studimore, për këtë dhuratë që keni sjellë për lexuesit, këtë vepër me 10 vëllime kompletin e veprave. Keni bërë një punë vëlliminoze duke filluar nga buzuku deri te letërsia për fëmijë. Na jep një rezume të përgjithshme për këtë komplet librash. Po, ishte një si tham, kërkesë e djalit Labinatit dhe e një kushërit tim, doktor Berishës, që të hy punës edhe të bëjnë një zgjedhje e punës ime në fushën e studimit të letërsisë. Isha shumë i prerë që mos ta bëja këtë punë, sepse autori ka për detyrë të shkruajë pastaj punë tjera, nëse duan t'i bëjnë të tjerët i bëjnë, nëse nuk i bëjnë, mesin ashtu si janë votuar për herën e parë. Por kërkesa e tyre ishte dhe arsyetimi ishte se këtë punë nuk mund ta bëj askush më mirë se sa vetë autori. Dhe kjo e përcaktoi, domethënë, vendimin tim që të hyj të bëj një zgjedhje të punës sime, të punimeve, të studimeve letrare nga viti 1968, kur kisha botuar një punim që natyrisht këtu nuk është. Këtu nuk kam përfshirë edhe librat që janë botuar rreth dokullime të ndryshme letrare ose vepra të ndryshme letrare, edhe punime që janë botuar në revista që atje kanë pasur vendin, kanë pasur rëndësinë e vet, po këtu në komplet nuk kanë hyrë. Se e prishin drejt peshimin. Nëse e merrin një punim të një rrafshi tjetër, domethënë jo të kulmit, atëherë hapi dera që të mirë edhe një 10 të tjerë, kështu që kriteri i zgjedhjes ka qenë shumë i rreptë si them, dhe jam përqendruar kryesisht në botimin e studimeve monografike. Se studimet monografike tregojnë dy gjëra të rëndësishme. E para, ku është autori. Se një studim monografik të nxjerr në shesh, ti merresh me atë punë apo nuk merresh me atë punë. Dhe e dyta, janë studime për autor shumë të rëndësishëm. Duke filluar nga libri i parë i botuar. Ne nuk kemi dhënë tjera se ka ekzistuar një libër para mesharit të Buzukut, dhe unë e kam nisur aty punën, po kompleti nuk fillon me dy studimet monografike për Buzukun, po fillon me çështje teorike dhe me çështje të estetikës dhe të estetikës letërsisë. Ky është, domethënë, pak a shumë edhe çështjet që shtrohen edhe vështrohen edhe janë përfshirë këtu në këtë vëllim, edhe ju thash shumë mirë, janë përfshirë edhe autorë domon bashkohor, vepra letrare si është fjala vjen e Azem Shkrelit, e Ramadan Musliut, e Nasilerës, janë Martin Camajt, padyshim edhe Martinit. Po disa tjera nuk kanë hyrë sepse kanë qenë studime monografike të një karakteri tjetër, domethënë, sigurisht për profesor Shqipipen nuk ka hyrë këtu sepse është një libër që nuk hynte në këtë koncept të botimit. Dhe po kjo nuk do të thotë se ai libër nuk është i rëndësishëm për mua, është shumë i rëndësishëm, por nuk hynte këtu. Sepse aty janë letrat, janë bisedat me arshivin. Bisedat nuk hynin këtu. Domethënë, kanë mbetur disa libra që si të tilla më dhimen se këtu ka qenë puna të marrësh ato që ta merr mendja ty që është më e vlefshme, edhe më e rëndësishme. Por nganjëherë autori nuk është se mund t'ja qellojë gjithmonë. Po. Për mesharin e Buzukut dhe Budin nuk është bërë mjaft, apo duhet ende të studiohet që të risillet tek lexuesi në ditët e sotme? Pyetja shumë e rëndësishme. Ne mund të mbirim me autor të mëvonshëm dhe mund të hartojmë vepra, studime monografike, po ne duhet gjithmonë t'i kthehemi, si them, fillimeve të shkrimit të gjuhës sonë dhe fillimeve të veprave, sigurisht ajo që është e njohur me titull Meshari i Buzukut, se këtë titull libri nuk e ka pasur. Është thonë, unë kam 2 studime monografike, nuk janë të rastit, mund mos kenë shumë vlera,
është punë që e vlerësojnë të tjerët, por jë marë së pari kam synuar ta bind lexuesin, se e kam bindur edhe vetveten se meshari nuk është një vepër për kthyer, sikur është quajtur edhe quhet edhe sot dëgjon andaj këndej se meshari është një vepër për kthyer. Meshari është vepër për kthyer, po është edhe vepër origjinale. Domethënë nuk mund ta lëm vetëm si përkthim. Dhe meshari nuk është përkthyer vetëm nga një autor, por ka pjesë që janë përkthyer nga autorë të ndryshëm. Për këte nuk kemi të dhënat të drejt për drejta, por stili, gjua që përdoret, për shembull janë 2 fragmentet nga një ungjil edhe nga njëjti, duket nga ungjilli i Shën Markut, edhe janë 2 përkthime të ndryshme. Është Psalmi 130 që është botuar të Buzuku 3 herë brenda 5 faqeve. Domethënë mos ishte Buzuku aq i pamend që të boton të 3 variante të njëjtit psalm me 3 përkthime që do t'i këtë bërë vetë në kohë të ndryshme, e me një gjuhë që ndryshon njëna për tjetës, nuk e besoj. Domethënë, unë i kam krahasuar këto variante të psalmit 130 se botuat brenda 5 faqeve të mesharit. Domethënë nuk ka qenë rasti, po atë material ka pasur Buzuku dhe ka dashur ta fut. Prandaj nuk kanë mundur asnjëherë të thonë se gjuha e Buzukut është burimore e kësaj krahine ose e kësaj pjese e këtij trolli, nuk kanë mundë asnjë se brenda ke edhe trajtat e gëgnishtë të skajshme, domethënë që mas gjitha gjasa ishte një geg, edhe ke trajtat e gjuhës toske, domethënë të dialektit tosk, që pastaj me dysha është e modhe. Nga ishte ky njeri, po puna ishte se ai kishte sipas mendjes sime, i kishte mbledhur përkthime të ndryshme të autorë të ndryshme që funksiononin edhe barteshin prej një kishin tjetër, edhe kishte futur te vepra vet. Mandej janë 4 psalmet e para që psalmet në kulturën hebraike janë poezi. Psalmet janë baza e poezisë hebraike. Edhe ata nuk e quajnë ndryshe, edhe thonë se është një studius hebrej që jeton në Paris dhe është marrë me përkthimin e Biblës, natyrisht Biblës të vjetër, ata nuk e përkthejnë Biblën e re, që futet nuk e pranojnë Biblën e re, edhe është përkthyesi i Biblës së vjetër në frëngjisht dhe i psalmeve, natyrisht janë pjesë e Biblës vjetër, edhe thot, ne psalmet në hebrejt ose që futet, nuk i mësojmë psalmet kur mase të lindemi. Sigur i mësojmë dukuritë ndryshe, poezitë ndryshme. Ne lindemi me psalmin në rrëpolli, domethënë janë pjesë e shpirtit, e gjenit hebraik. Kjo është ajo, prandaj faktikisht te Buzuku, meqenëse se Buzuku kishte botuar 4 psalme, sidomos 4 psalme, që janë 4 poezitë e para të shkruara në gjuhën tonë që njohim deri më tash, por ai kishte shkruar në formën e prozës dhe studiuesit nuk e kishin hetuar këtë punë. Edhe ka mjetur kështu domon. Kjo është arsyeja pse u moron me Buzukun dhe e quajta Gjon Buzuku poeti ynë i parë. Po me Aristotelin, me poetikën e tij, pse jeni marrë dhe e keni botuar në këtë kohë? Tash është një filozof grek para Aristotelit, para Sokratit, i cili thotë çdo gjë e ka shkasin e parë. Do të thotë, nëse ti merresh me studimin e një dukurie, atëherë duhet synosh të shkosh atje ku i ka rënjët, ku është fillimi i asaj dukurie. Dhe çdo njeri që mirret me studimin e letërsisë e nuk e njeh Aristotelin, e ne kemi shumë njerëz që bëjnë këtë punë, domethënë mirën me letërsi, mirën me studimin e saj, po për Aristotelin s'din asgjë. Aristoteli 2300 vjet përpara kishte lënë një fletore me doshenime që i mbante ligjërata studentë, i mbante aty dhe kishte folur për artin e fjalës. Por ai ishte njeri i ditur, domthon kishte lexuar gjithçka që ishte në kohën e tij, që ai kishte mundësi ta lexonte, edhe kishte bërë diçka që jo vetëm u bë e rëndësishme në kohën kur u botua e kur filloi të funksionoi, se me 2300
vjet përpara nuk kishte libra sikur kemi ne sot, po ishin forma të ndryshme domethënë të komunikimit përmes pergameneve, përmes pllakave të argjilit, për shembull Gilgameshi është shkruar në pllaka të argjilit, se s'kishte libra. Mirë po biblioteka në Sulbanipale kishte 250.000 libra, në thojza ishin pllaka. E tash aty sigur e thonë studiuesit se unë nuk jam njeri i dishëm, unë atë që di e kam mësuar nga të tjerët. Edhe atë mësim të tjerëve e kam bërë pjesë të dijesime. Të gjithë studiuesit e mëdhej, ata që me të vërtet meritojnë të quhen studiuesit mëdhej, e thonë se poetika Aristotelit, ose mbi artin poetik, se nuk e ka titull origjinal, është mbi artin poetik, po është e njohur si poetika, ajo është baza e të gjitha, ata thonë, është baza e të gjitha asaj që më vonë ka ndodhur në mendimin letrar, teorik dhe kritik të letërsisë. Është tjetër punë se është pasuruar pastaj me studimet e tjera nga aspektet të ndryshme, në rrafshe të ndryshme, por qëndësia, thelbi ka metur aty që ka thonë Aristoteli. Ne mjerisht këte nuk e dim, ose pak njerëz e din, dhe thonë, që në duhet Aristoteli? Që në duhet? 2300 vjetës në duhet, por baza është aty. Unë, me qenë se këtë punë mësova nga të tjerët, mora i hyra dhe përktheva nga 4 gjuhë poetikën e Aristotelit, 4 gjuhë i kisha parasysh, 4 përkthimet ndryshme, dhe bëra një përkthim timin, dhe shkrova, edhe desha të i tham lexuesit, merr, nëse do të mësosh për letërsinë, merr, fillon nga Aristoteli, se kjo të duhet, kaq. Baza nga aty. E përmendëm Aristotelin, gjenezën e diçkafit, bazën e letërsisë. Sot letërsia çka është, profesor? A kemi arritur të dalim nga koncepti i letërsisë siç ka qenë më herët? Sot është shumë vështirë edhe kjo të përkufizohet, sepse njerëzit mendojnë mënyra të ndryshme. Është e vërtetë se sot letërsia njihet pak ose bëhet shumë pak punë për njohjen e mirëfillt të letërsisë. Ti merr, këtë nuk ka nevojë të thush, po është e vërtetë kjo që thua. Ti merr secilin shkrim ose studim ose libër që është dhe nga fjalitë e para shes se ka lkundje, nuk ka drejt peshim në mendim, nuk mungon fjalia, mungon dia elementare nganjëherë. Ne shkruajmë vepra për letërsinë, gjithmonë flasim për tematikën, për motivet. Këto nuk janë të rëndësishme në letërsi. Nuk janë paranësi, por nuk janë të rëndësishme së parë. Se tematika kush është i rëndësisë së parë në letërsi? Në letërsi është mënyra se si ti e shtillon një tekst letrar dhe si e thue, jo çka thue. Se nëse ti nisër se është e rëndësishme ajo çka thue, atëherë i marrim gazetat. Gazetat da thonë gjona të jashtëzakonshme, por aty mendimi është si të thëmë, i kufizuar, ka një mendim. Antoni është i poshtër, këtu s'ke çka kërkon. Kurse vetëm pikpyetje nëse ban, a është filani i poshtër, këtë vë para me dyshjeve. Teksti poetik nuk e ka për qëllim që të thotë se kështu e nuk ban ndryshe, por ka për qëllim që thotë mund të thuhet kështu, po mund të thuhet edhe në mënyra të ndryshme. Ta marrim për shembull një varg, se unë e përdor shpesh atë, po më vjen keq, po është shumë tipik. Në 2 vargjet e para të Kangjelit të fundit të këngëve të Milosaut, botuar në 1836, janë friti ere malevet erzoj hien e lisit dhe erzoj hien e lisit. Tash kjo erzoj hien e lisit, po jo lisin. Kjo është ajo pjesa që ne mendojmë se jo mendojmë, po është arti. Se tash ky varg detyron të shtyn të mendosh, po, mendosh. Kush është ajo hija e lisit? Pse është hija e lisit? Pse nuk erzoj lisin? Se lisin me të vërtetë erzon hija, era, po nuk erzoj hijen e tij. Hija si erzohet. Këtu është puna, domethënë se gjuha letërsi, gjuha është bazë e letërsisë, po gjuha në letërsi nuk e ka kuptimin me gjetë e me thonë se është gjinis femnore, si batë shumë, si është kundrin, është kryfjala, është kallëzues. Nuk e ka këtë qëllim. Gjuha aty e ka se është materia kryesore. Ka qenë 2 profesorë të mi,
po më vjen mirë që kam rast këtu t'i përmend, ka qenë Zdenko Shkrep, 2 krahët nga më të mëdhenj që kanë qenë kohën e tyre për punën e tyre. Gjatë studimeve tuaja në Zagreb. Po, edhe doktoranturën, magjistraturën. Edhe Radoslav Kateqić. Ky ka qenë gjuhtar studius i letërsisë i fundit, Shkrepi ka qenë vetëm studius i letërsisë, Maja. Edhe ata polemizonin për cila është materia e letërsisë. Kateqić ka qenë studenti i Shkrepit. Por Shkrepi fliste për studentin e tij si njohësin më të madh domante dukurive në gjuhë, po edhe letërsi. Ky fliste vetëm për dijen e tij që kishin letërsi, po sillte mendimin edhe të njerëzve studiuesve të tjerë të mëdhenj. Çka është materia e letërsisë? Sot, po hyre edhe të krijuesit vet, po jo të lexuesit, se të lexuesit mos flasim. Nuk janë në gjendje ta thonë të vërtetën. Nuk janë në gjendje ta thonë atë që është e rëndësishme në letërsi. Ai thotë kam shkruar një roman shumë interesant. Po pse ka një ngjarje? Po ngjarja nuk e ban romanin. Për shembull, leja ta them edhe një mendim të Flaubertit. Flaubert thotë, përdora tash një ditë në një ligjëratë që mbajta në Tiranë atje. Thotë historia një morri. Flaubert thotë, nuk e tham unë. Po unë e kam mësuar nga ai. Historia një morri dhe historia Napoleon Bonapartes për letërsinë kanë të njëjtën vlerë. Vetëm varet se si do ta thush historinë Napoleon Bonapartes në rrafshin poetik, në rrafshin artistik, edhe si do ta thush historinë e një morri në rrafshin poetik. Si do ta thush, jo çka do të thush. Këtu është puna. Ne këtë fëmijërisht ose shumë njerëz këtë nuk e dinë, edhe nuk duhet ta mësojnë. Profesor, se po na ikin minutat shumë shpejt, do doja të flasim pak edhe për arbreshët. Ju keni ligjëruar atje një kohë të gjatë në Universitetin e Kozencës. Çka mund thuhet për letërsinë arbreshe sot? A mund cilësohet letërsi, a ka krijimtari? Po, është menduar se e para punë duhet të them se letërsia e arbreshit Italis është një letërsi shumë cilësore. Ajo shkon te rrafshet më të larta, te kulmet e letërsisë sonë. Dhe mjerisht ne e njohim pak, edhe atë që e njohim në mënyrë të gjymtë, mos them të shëmtuar, po e rëndësishme është se letërsia është me vlerë, është e vlefshme, ka vlera të mëdha. Pse Antoni shkruan keq ose në shkruan dikush tjetër keq, nuk prish punë, sa ajo pastaj vdes vetvetiu. Kulmet arrin faktikisht me 1836 me këngët e Milosavit. Ne edhe këngët e Milosavit i shqiptuam gabimisht. Në arbreshët nuk i thonë Milosavos. Milosavos ishte trajta italiane, kurse ata thonë Milosavut. Milosavut. Po. Shikoj botimet me çfarë titull botohen këto. Aty Derada kishte arritur të bënte një shkputje faktikisht nga letërsia traditës, edhe pse ai mund të dinte diçka dhe për shkrimtarët tanë të vjetër, por me qenë se ai ishte i lidhur dhe dinte rrjedhat e letërsisë edhe në Itali, sepse dinte edhe gjuhë tjera edhe në Evropë, atëherë këngët e Milosavos dëshmojnë për një vepër moderne në kuptimin e mirëfillt të fjalës, sepse nuk ndjek një rrjedhë të zakonshme të një ngjarje që fillon e vazhdon e mandej mbrin pikën kulminante edhe fundin. Derada e thyn këtë parim edhe me një tekst mjeshtror përmes kangjeleve. Kangjele janë këngët e Milosavos, botimi i parë ka 30 kangjele, i dyti ka 37, se ja shton pastaj është punë e tij. Derada, na nuk mund t'i themi poetit pse nuk e bëre kështu, po ne duhet mirë me veprën e tij ashtu si na kalon ai. Duhet them se veprat e Deradës, po jo vetëm Deradës, janë lexuar kryesisht si vepra tradicionale e për fat nuk janë të tilla. Teksti i këngët e Milosavit është tjetër, fillon me 2 vargjet e njohura. Lisjeta kishte ndruar ujë të rinë dhe dejti, dhe kangjeli i 2 vargjet e parë të kangjelit fundit është lisjeta, i friti mera maleve të dërzoj hien e lisit. Lisin kem atje, lisin kem këtu. Është një parabol që vetë një shkrimtar i rrafshit më të lartë mund ta bënte këtë punë.
Dhe duhet të them edhe fjali, e kemi me barq që t'i kthehemi mirëfillit e të serbësh italisë, sepse tash edhe i kemi botimet origjinale. Kryesisht shkrimet që janë bërë deri në një periudhë caktuar nga autorë shqiptar janë bërë nga tekstet italiane, nga përkthimet. Antonik Berisha më shiron në shpirtin e tij për masa thuajse hyjnore. Ka thënë në një shkrim për veprën tuaj Lesh Ndoll. Ka përmendur për masat hyjnore. Nuk është lehtë t'i thuhet dikuj për këta. Po, shiko, ata njerëzit mund të shkruajnë në forma të ndryshme, janë tirë të thonë mendimin e tyre, kanë arsyet e veta. Po këtu nuk kemi të bëjmë as pak me çështje të tilla, domethënë është përkushtimi. Një del, përkushtimi, deli. Po, përkushtimi, vetit e lindura për ta bërë gjithë këtë punë. Po, përkushtimi, po, se shiko, Goethe e nis Faustin e nis në moshën 18 vjeçare dhe nuk e mbaron në moshën 84 vjeçare kur vdes. Do thotë, si mund ta arsyetosh, e thot edhe Derrida vet për Skënderbegun e Pafan. Si mund ta arsyetosh ti që një jetë njëri mirët me një vepër pa pas një përkushtim tham hyjnor. Ta tham edhe unë kështu, një përkushtim të jashtëzakonshëm. Domethënë se hyjnorja nuk është për diçka tjetër posa dashuri. Se në këtë kuptimin e marr atë krahasim. Domethënë dashuria ndaj letërsisë, ndaj punës që bën njeriu. Këtu jemi. Profesor Anton, na iku koha, të falenderoj shumë që ishe sot me ne dhe ndat me neve gjithë këto mësime që na datë për punën tënde dhe për ato çfarë keni ofruar për neve lexuesve. Ju falenderoj edhe juve që më ftuat, se ky komplet edhe puna e autorit është vetëm derisa ai e ka në letër, e ka përpara, mund të ndryshojnë në çast kur ta botoj ajo vepër ose ai kontributi i tij nuk është i tij më. Ka vetëm emrin e tij, s'ka tjetër. Të falenderojmë shumë për këtë dhuratë që na ke sjellë. Edhe unë ju falenderoj shumë për këtë bisedë. Faleminderit shumë.